Avokati Kujtim Cakrani flet mbi hakerimin në SPAK dhe mendon se 3 prokurorët i kanë nxjerrë vetë informacionet për t'u dhënë mundësi palëve në hetim që të mbrohen e të fshin provat, që t'u themi shqiptarëve që 2 persona pa formim teknologjik pas kanë bërë herezinë e madhe dhe kanë hakeruar sistemin e SPAK-ut, kjo nuk besohet. Te SPAK ka shumë interesa, qoftë nga pushteti, qoftë brenda pushtetit, ka interesat biznesit që janë në hetim. Unë nuk besoj se është hakerim, por ka dalë vetë nga prokurorët, që nuk shjuhen për hetime politikanësh dhe biznesmenësh. Interesat për të hyrë te sistemi i SPAK-ut janë të gjithanshme. Unë mendoj se politika ka krijuar grupe apo stafat hakeruesish për të futur në sistemin e SPAK-ut, që të ndërhysh te kompjuteret e SPAK-ut bëhet me informacion nga brenda. Nuk besoj se këta persona që janë arrestuar nuk kanë njohuri të IT-s. Mund të jetë dhënë informacioni, kodi, detaje si hyhet dhe ka ndërhyr. Unë besoj se prokurorët i kanë nxjerrë vetë, sepse personazhet janë të biznesit dhe politikës. Janë shumë politikane dhe të mazhorancës që po hetohen për afera lidhje me krimin apo afera me vota. Prokurorët janë të interesuar që ta nxjerrin informacionin që ata të kenë mundësi të mbrohen, të fshin provat, të pastrojnë pasuritë. Prokurorët kanë dosjen e inceneratorëve që është një bombë që do të plasë një ditë. Unë dyshoj që e kanë nxjerrë këtë për të thënë personave provat janë këto, merrni masat tuaja, thot avokati.